Tashmë është fakt se prej disa muajsh hyrja e Shkodrës po mbahet peng nga punimet e ndërmarrjes së ujësiellës kanalizimeve, e cila po ecën me ritme tepër të avashta, duke tejkaluar edhe afatet, e duke mos marrë parasysh se ka paralizuar bizneset të kësaj zone, ka krijuar kaos në trafik dhe po bëhet shkaktare edhe ndonjë aksidenti. Si për të mos mjaftuar kjo situatë kaotike ditën, orët e natës janë edhe më të frikshme, ku errësira është mbreti i zonës. Ndodhemi në hyrje të qytetit të Shkodrës, aty ku prej disa muajsh ndërmarrja e ujësiellës kanalizime po kryen punimet për kanalizimet nëntoksore. Por ndërsa punimet duhet të kishin kryer në muajin janar, ditën e parë të këtij muaji, ashtu siç u deklarua nga drejtuesit e ndërmarrjes së ujësiellës kanalizime, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Gjatë orëve të mbrëmjes, errësira është mbreti i kësaj zone e përpasojë ajo bëhet burim aksidentesh për shkak edhe të sinjalistikës së mangët, e gjithashtu edhe rrezik serioz për të gjithë banorët që lëvizin gjatë këtyre orëve pasi kanë shtëpit në këtë zonë. Asnjë mas nuk është marrë nga autoritetet përkatëse, ndonë se problemi disa herë është ngritur në media si shqetësim. Mbetet vetëm shpresa që punimet të mbyllen deri në fund të këtij muaji, megjithëse gjasat janë të pakta, për shkak se volumi është tepër i lartë. Përballë këtij realiteti asnjë mas nuk është marrë, si për të mos mjaftuar kjo, hyrja e Shkodrës ngjan një tuneli ku të vetmet ndriçuese janë dritat e makinave apo ndonjë biznesi përreth. Shembulli që të ofrohet është më së i shëmtuar dhe nuk ka nevojë për shumë komente. Të mësuar të neglizhojnë deri në detajet e fundit. Institucionet në Shkodër edhe këtë herë po japin shembullin më të shëmtuar se si kryen investimet në qytet, e për më tepër se si në përkëmbën të drejtat e qytetarëve. Pasojat janë të pashmangshme dhe mbetet vetëm shpresa që drejtuesit e ndërmarrjes së ujësiellësit të zgjohen nga gjumi litargjik e të punojnë me të gjitha fuqitë maksimale për të mbyllur këto punime, që janë kthyer në çesharake për sytë e mbar opinionit, duke patur parasysh se në çdo vend të botës ato do të kishin përfunduar maksimumi për 2 javë. Edhe vetë Bashkia e Shkodrës duhet të ndërhyjë me të gjithë forcën që jep ligji për të kërkuar llogari për çdo punim që kryhet në territorin e saj, duke mos u treguar tolerante me të tilla situata që nuk i përshtaten as pak kryeqendrës së Veriut.